Mirë se gjitha. Po që ti po dhe janë që të ku janë. Faleminderit zëve. Zotë vërë. Faleminderit shumë, si jeni, hajni mirë? Ju do t'jani pak? A ka rëndish dritë? Hava hire, jo sot po do kush ma mirë se dhe. Po shkull. E di. Qash dhe do, por dhe gri dhe kalarë. I kur që jetë i hala. Tërë dhe tërë dhe do të prit për në kalu ujtë. Gjithë këta njerëz besoj që vinë çdo ditë t'japin inspirime, frymëzime, gjithë ata fëmijë ato shkolla që i takum na sot. Ta rrisin ymrin. Pasoni me morve. Qashtu është, s'ka. Dhe koma dit me po dhe një shpirë dhe ko. Pajtohu gjithsesi. Se pra shkollu. Shisheni, mirë. Përshëndetje gjellëve, shumë nga tjeta. Shumë nga tjeta, përshëndetje. Nderojmë dhe lartënojmë aktin sublim të jashtëzakonshëm të familjes Jashari, sakrificës së tyre për lirinë e Republikës Kosovës. Sakrifica e Jasharave 28 vite më parë e familjes, e Ademit dhe 56 anëtarëve të tjerë është rilindje e ndërgjegjës sonë kombëtare. Përpjekja për shuarjen e trungut familjar të Jasharave ishte përpjekje për shuarjen e popullit Kosovës, qëndresa në epopejën e madhe të UÇK-s ishte qëndresa vetë popullit Kosovës. Sot kujtojmë dhe nderojmë këtë sakrificë të jashtëzakonshme dhe mbi këtë sakrificë rikujtojmë vetëm vazhdimisht se sa shtrenjtë dhe mbi gjitha sa shenjtë është liria që e gëzojnë këta fëmijë sot këtu që i pamë në këtë tempull të lirisë të popullit shqiptar. Lavdi jetës dhe veprës së Jasharajve, qofti përjetshëm kujtimi për ta, e mbi gjitha e meritofshim me faqebartësi sakrificën e tyre secilën ditë. Ju faleminderit gjithëve. Zotja Dëgjike, që keni pa dekretin e presidentes për shpërndarjen e kuvendit dhe e njëjta ka thonë që do të i ftojnë në takim liderët e partive, a keni pranuar ende ftesë për këtë takim? Shumë shkurt, me qenë se jemi në një ditë shumë të jashtëzakonshme dhe tani çështjet politike në këtë tempull s'kan vend, po kemi takim në ora 1. Nga këtu do të shkojmë pas vizitës të Basarifat në Kull, do të shkojmë tek takimi presidentës për saktimin e datës së ardhshme të zgjedhjeve dhe atje besoj se do të deklarohen para mediave. Lavdi për këtë ditë e për epopejën e UÇK-s. Ju faleminderit. Përshëndetje. Merhaba.
Po dhe bu, që ti të shpia për përisa. Sa dhe vjosa garant janë dhe tani si të krynaja direkt për përisa.